Kush është më i rrezikshëm për Shqipërinë, Trumpi apo Rama? Rama, nëse nuk do t'ishin njerëz si Trump, si Meloni, si Macron, nuk do t'ishte kaq i rrezikshëm. Bile nuk do t'ishte fare i rrezikshëm. Pra këto e kanë botë keq Ramën domethënë. Pikërisht. Këto e kanë shtyr Ramën keq. Për të 1 milion të euro nuk kam thënë. Si Rama ta që njësh. Dgjoj këtu, për të një njeriu. Jo, ashtu se është një zemër njeriu xhanën po. Për të 1 milion të euro ju them që klasa politike shqiptare, kjo klasë degeneruar, domethënë që keq përdor pushtetin në të tëra format, e korruptuar në maksimum, e inkriminuar në maksimum, e tjera, është krijuar prej tyre dhe është krijuar pikërisht për këtë qëllim, që duke i dobësuar pushtetin shqiptarëve, e kupton? Të ketë sa më shumë mundësi të marrë pushtet vet, të drejt për drejt. Çfarë bën shqiptarët? Nëse zëmërojnë me Ramën, çfarë bën? Shkojnë një trokasin ambasadës evropiane. Tak, kemi këta hall. E thonë ata, dalin ata të që në atë sekundë konferencë. Të zbatohet ligji, thonë ata. Po me të vërtet duan ata të zbatohet ligji? Unë e siguroj që dëshira e tyre për të zbatuar ligjin është kaq minimale sa ju nuk e keni idenë.